të ju për përsëris idenë që zgjedhjet kanë një fakt i cili është shumë i madh dhe i pambulueshëm, i pa anashkalueshëm. Fakti i ngritjes gjithë strukturat të shtetit me veprime në shkeljet ligjit, po edhe me veprime tjera jashtëligjore për të bërë atë që bën, pra një shpërdorim të votës dhe një manipulim të votës qytetarëve. Ky është fakti i parë dhe këtij fakti duhet të qëndrojmë. A ka fakte tjera që lidhen me vendin sigurisht që ka? Ka të meta opozita, pa diskutim, që nga Partia Demokratike, organizim dhe të tjerë. Por, në rast parë të gjithë përpjekjet janë po bëhen për të faktuar këtë gjë që ka ndodhur, e cila është jo vetëm diçka nga ana morale dhe nga ana domethënë interesave të shqiptarëve, qytetarëve votuesve shqiptar, por është diçka që lidhet fort me kriteret e integrimit evropian apo me familjen atyre vendeve demokratike ku ne po synojmë të shkojmë dhe po shkojmë që prej 30 vjetësh përpiqemi, po ende jemi në tranzicion. Pra ky është një fakt shumë i madh dhe ky është sa një mision i cili lidhet me qytetarët, me respektin e tyre, po ashtu lidhet dhe me qëllimet, synimet tona strategjike. Jo vetëm me Europën, se fola vetëm me Europën, po edhe me botën tjetër demokratike, madje simbolin e kësaj bote janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj për sa kohë është ky fakt i madh, mendoj që ka kohë për analiza të tjera dhe gjë. Mund të ketë kritika për listat, mund të ketë kritika nga ana e aleatëve, të tjerë që ishin në koalicionin e madh, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, mund të bëhen shumë kritika dhe shumë gjëra të tjera, mund bëhet kritika gjithashtu për le të themi mungesë organizimi të dur brenda radhave të koalicionit opozitar, por mendoj që duhet të fokusohemi te kjo dhe për fat mirë ka dhe një ndjeshmëri që po rritet vazhdimisht për shkak të fakteve që po të mbledhim. Do mbledh dhe ne po artikulon pothuajse për ditë zoti Berisha në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë me grupin e bashkëpunëtorëve të tij, e cila domethënë mbështet përpjekjet tona. Kjo ndjeshmëri ndërkombëtare me këto fakte ndjek. Pra rezolutat e Bashkimit Partive të Qendrës Djathtë, rezolutat e Parlamentit Evropian, ndonse pala qeveritare, pra partia qeveritare socialiste ose partia e rilindjes, dhe ta themin thojza, po përpiqet të përdore për veten e vet, por këto flasin qartë që i kanë njohosur zgjedhjet, pa përmendur këtu raportin e parë për aprakt ose BOD-it. Ju besoni në qeveria teknike që kërkon zoti Berisha? Sigurisht, pa diskutim. Domethënë rruga e vetme pas asaj që ka ndodhur është që Edi Rama të bëhet gati të lejë pushtetin, të përgatitet një qeveri teknike, sepse u vërtetua katërcifërisht dhe nuk mund bëhet, madje kjo duhet menduar që të bëhet në kushtetut, siç e ka Maqedonia e Veriut, që sa herë që ka zgjedhje, përderisa stabilizohet kjo lloj lakmie apo ky oreks, domethënë i shtuar për të vjedhur vota, të vazhdojë për aq kohë që të ketë gjithmonë në kushtetut për të parashikohet që të ketë një qeveri teknike. Për sa kohë që Shqipëria do ta ketë të smundjet të keqe lidhur me shpërdorimin e votës. Zoti Sarova, ju keni qenë si do ta vijë kjo nuk e di. Ne jemi duke pritur dhe reagime serioze të përtej Atlantikut, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është jo vetëm partneri ynë strategjik, por është një vend i cili me historinë e tij, me atë që bën, është një shembull i modelit demokratik, lirisë, demokracisë për vendet e botës, dhe natyrisht edhe për Shqipërinë, që është një vend i vogël me atë histori dhe me ato probleme që ka. Reagimin e prisni që të vi gjatë kohës si kryeministri ndodhet sot atje që ka kaluar, pra ndodhet në dasmën e Aleksit, apo prisni reagim tjetër? Çfarë reagimi? Nuk po bëhet fjalë që ne presim këtë me orë, me minuta, e që e lidhim me këtë vizitë apo ata me vizitë, qoftë të kryeministrit Rama që është atje, ka shkuar për dasëm. Por ne e presim këtë gjë, parim, se kush do të vi, por me siguri ka një koordinim, sepse të jemi sigurt, pavarësisht se duket sikur reagimet në zgjedhjen në Shqipëri janë shkëputura. Ndërkombëtarët kanë koordinimet e tyre me telefona, me kanalet diplomatike. Dhe i din gjërat se çfarë ka ndodhur këtu, në kontakt me OSBE-n, me Parlamentin Evropian, me individual, me kongresmen, domethënë takime individuale me kongresmen e tjerë, dhe ne presim. Pra s'ka lidhje. A e bëjnë, po ta bëjnë gjatë kohës që është Edi Rama atje, nuk do të ishte keq, por nuk ka rëndësi nëse bëhet sot apo nesër, rëndësi ka që të bëhet dhe të bëhet shpejt, në kuptimin, për shembull shpejt, të bëhet fjalë për ditë, javë,